Studentë universiteteve private, të cilët kanë pasur fatin të transferohen ato publike, kanë zgjedhur marshimin si mënyrë për të protestuar kundër tarifave shumë të larta që ministria ka aplikuar për ta. Tarifat janë deri në 7 herë më të larta për këta studentë në raport me kolegët e tyre të cilët kanë fituar maturën shtetërore. Kujtojmë këtu se edhe këta e kanë fituar maturën shtetërore, por njëri mund ta ketë fituar për gjuletërsi dhe dëshiron të vazhdojë juridik, ekonomik dhe ka vazhduar studimet në universitetet private. Këto bjen në kundërshtim me Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, sepse ka diskriminim, bjen në kundërshtim me kushtetutë në disa nene të saj dhe me ligjin për arsimin e lartë, i cili thotë se tarifat e studentëve nuk mundi të kalojnë kostot e studimit. Studentët kanë hartuar një peticion që sipas avokatit i cili i përfaqëson, synojnë që nëpërmjet mbështetjes së deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë ta çojnë në gjykatë kushtetuese. Kemi ardhur sot për të dorëzuar kërkesat ligjore që i drejtohen parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë, drejtuar kryetarëve të grupeve parlamentare, për 28 firma që studentëve u duhen për ta çuar çështjen e tyre në gjykatë kushtetuese. Çështja bën fjalë për një kërkesë të tyre në lidhje me kuotat e tarifat e shkollimit që këta duhet të paguajnë në universitetet shtetërore pasi janë transferuar nga universitetet private të cilave u shtequr licenca. Ky është marshimi i parë i studentëve të transferuar në universitetet publike, pas mbylljes së universiteteve private disa muaj më parë.